do të lidhemi tani me Arber Ramën shkurt për t'i marrë disa nga detajet e udhimit dhe si është atmosfera tani. Përshëndetje Arber. Përshëndetje. Tregon pak sa është e knatësi me udhëtu me intelektualt deri në Madrid dhe me shku me përcjell dritën. Ka 20 vite që e përcjellim dritën në çdo stadium, të mundshëm që ka shkel, që ka luj. Mirë, po ky është udhimi më i madh, më historik dhe më i bukur që ka mujt me ndodh një klubit prej Kosovës. Tregon pak çish po vim prej një shteti që Spanja nuk e njeh. Dhe kemi vendos të gjitha rekuizitat tona, të gjitha simbolet tona shtetërore, kombëtare, midis Spanjës në mes Madridit. Fantastike, ha? Nuk ka promovim më të mirë. Është e jashtëzakonshme, domethënë, ndoshta nuk jemi në numër shumë të madh, po ata që jemi, ata do ta lojmë shpirtin 90 minuta në përkraje të djelmoshave tonë. Sa jeni të kënaqur me mikpritjen e pam që në për lokale të ndryshme keni festu dhe si është atmosfera aktualisht në stadium? Mikpritja ka qenë e jashtëzakonshme. Na kanë prit shumë mirë, kanë kuptuar që jemi prej Kosovës, kanë kuptuar që jemi shqiptar, na kanë leju me i vendos transparentet tona, rekuizitat tona, kongët tona, dhe kemi kriju një atmosferë impozante në Madrid, në mes të spanjollëve dhe të gjithë nacionaliteteve tjera që kanë qenë në mesin tonë. Ju uroj shumë sukses Arber sonte edhe uroj që drita e siguron kualifikimin në play-off që do të ishte arritje historike. Unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje, ju përshëndes prej sektorit 19, se sektori 19 që nga sektori musafirve në Vallecano, prej Estadio Vallecas, ju përshëndes të gjithë dhe ju uroj të gjithë shqiptarëve kudo që janë, që sonte drita të ketë suksesin e meritum. Bravo. Faleminderit shumë Arber.